8 marsi, dita ndërkombëtare e gruas ka një histori të pasur dhe të rëndësishme, e cila lidhet me luftën për të drejtat e grave, barazinë gjinore dhe përparimin e shoqërisë. Një nga ngjarjet më të rëndësishme që ka kontribuar në shpalljen e kësaj dite është protesta e grave punëtore në New York më datën 8 mars të vitit 1857. Mira gra punëtore në fabrikat e tekstileve kërkonin kushte më të mira pune, paga më të larta dhe uljen e orareve të punës. Ky protestim, i cili u shtyp me dhunë nga autoritetet, u shënua si një moment simbolik i fillimit të lëvizjeve të grave për të drejtat e tyre. Më pas, në vitin 1910, Clara Zetkin, një aktiviste e njohur gjermane dhe drejtoreshe e Komitetit Ndërkombëtar të Grave Socialiste, propozoi krijimin e një dite ndërkombëtare të grave në një kongres të mbajtur në Kopenhag, ku morën pjesë mbi 100 gra nga 17 vende të ndryshme. Ai sugjeroi që çdo vit organizoheshin aktivitete dhe protesta për të mbështetur të drejtat e grave, duke i lidhur këtë ditë me kërkesat për votën e grave dhe përmirësimin e kushteve të punës. Ndërkohë, 8 marsi vitit 1917 shënoi një ngjarje të rëndësishme pasi një grevë e grave të Sankt Peterburgut, e cila shpërtheu për shkak të kushteve të vështira, të jetesës dhe mungesës së ushqimit gjatë luftës së parë botërore, ishte një nga shkaktarët që çoi në shpërthimin e revolucionit të shkurtit. Kjo ngjarje bëri që 8 marsi të shënohej si ditë e grave për herë të parë në vitin 1921 nga Partia Komuniste e Bashkimit Sovjetik. Pas luftës së dytë botërore, dita ndërkombëtare e gruas u shpall dhe u njoh më gjerësisht në shumë shtete të tjera. Ndërkohë, në vitin 1977, Kombet e Bashkuara e shpallën 8 marsin si ditë ndërkombëtare e gruas, e cila është një mundësi për të reflektuar mbi arritjet e grave, si dhe për të theksuar vazhdimin e luftës për barazi dhe për të drejtat e tyre. Dita e gruas, 8 marsi, sot është një ngjarje që ndërron kontributin dhe sakrificat e grave në shoqëri, si dhe një moment për të ngritur zërin kundër padrejtësive dhe diskriminimit gjinor që ende ndodhen në mbar botën. Urime 8 marsin.